Nga përpunimi informacioni që ne kemi bërë në orët e para të mëngjesit, janë 8% e qendrave votimit të cilat janë hapur me vonesë ndërmjet orës 8% e qendrave votimit, e gjithë qendrave votimit, të cilat janë hapur me vonesë ndërmjet orës 7 deri në ora 8, të themi, raportimi është 7:50, po të themi në ora 8 për këto 8% rasteve. Të 5% të qendrave votimit rezulton se nuk kanë qenë të pranishëm të 7 anëtarët e komisionit të qendrës votimit, ka patur quorum prej 4 anëtarësh, por quorumi nuk ka qenë i plot prej 7 anëtarësh. Vlen të theksohet që në momentin kur procesi i votimit është hapur, në të gjitha qendrat e votimit kanë qenë prezent vëzhgues të ndryshëm, o vëzhgues të partive politike, ose dhe vëzhgues